الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد fillon sonte me mësimin e parë, më thënë të një libri madhështor prej librave të imamëve të selefëve, që quhet, më thënë libër ndoshta për shumicën e njerëzve i njohur, quhet Sharh Sunna i autorit Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari rahimahullah. Do më thënë për jetën e autorit rahimahullah folëm pak shkurtimisht. Fillojmë tani me librin, i cili është libër i shkurt, do thotë nga përmbajtja, po me kuptime madhështore edhe me kuptime të rëndësishme. Dietarët i kanë kushtuar rëndësi këtij libri, e kanë shpjeguar, e kanë nxjerrë, domethënë e kanë radhit e kështu me radhë. Njëri prej atyre dietarëve që i ka përkushtuar vëmendje këtij libri dhe e ka shërbyer këtë libër, domethënë me shpjegim, është Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Edhe ky është shpjegimi që e kemi para nesh, prej cili do të lexojmë dhe do të përfitojmë me lejen e Allahut. Autori rahimahullah ka thënë: Alhamdulillahi alladhi hadana lil Islam wa manna alayna bihi wa akhrajana fi khayri ummah fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Do të thotë lavdia i takon Allahut, i cili na udhëzoi në Islam dhe na i dha këtë dhunti të madhe dhe na nxori ne, do të thënë na bëni pjesëtar të umetit më të vlefshëm, më të mirë. Prandaj lutemi Allahut të na jap sukses për çdo gjë që do ai dhe që është i kënaqur me të, dhe të na mbrojë prej çdo gjëje që ai e urren dhe hidhrohet me të. Thot shpjeguesi Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, do të thënë autori e ka fillu librin e tij me lavdi, do të thënë me përmendjen e lavdis ndaj Allahut të madhërisëm, sepse dhuntit e Allahut janë madhështore dhe dhuntit e tij janë të shumta që nuk mund të numërohen, siç ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Do të thënë nëse mundoheni të numëroni mirësitë e Allahut ose dhuntitë e Allahut, nuk do të mund t'i përfshini të gjitha, pra nuk do të mund t'i numëroni të gjitha dhuntitë e Allahut. Innal insana la zalumun kaffar. Do thotë njeriu është i padrejtë dhe mohues. Do të thënë mohues i madh i të mirave të Allahut. S'ka dyshim se më e mira nga të gjitha mirësitë, edhe më e madhja nga të gjitha dhuntit që Allahu ja ka dhënë robërve të tij, është dhuntia e tij ndaj robërve të tij musliman, të cilët i ka udhëzuar në Islam. Sepse udhëzimi në Islam
do të thonë ka si rezultat lumturinë e përhershme në këtë dunja dhe në ahiret. Prandaj kjo është dhuntia më e madhe që duhet të falenderohet dhe që duhet, do të thonë, të lavdrohet Allahu për ta. Fjala hamd, do të thonë në gjuhën arabe, e dini se shumë njerëz e përkthejnë falënderim, disa e përkthejnë lavdi. Në gjuhën shqipe, fjala më e përshtatshme me fjalën hamd është fjala lavdi. Sepse në gjuhën arabe, do të thonë, ka dallim mes fjalës hamd, që e përkthejmë lavdi, edhe fjalës shukr, që do të thotë falënderim. Ibn Qayyim rahimahullah ka thënë, do të thonë, çka ka dallim mes fjalës hamd, edhe çka ka dallim mes hamdit edhe shukrit, do të thonë mes lavdis dhe falënderimit. Ibn Qayyim rahimahullah ka thënë, wa takallama an-nasu fi al-farqi bayna al-hamdi wash-shukr. Do të thonë, njerëzit kanë folur, pra dietarët kanë dhënë mendime ndryshme se çka është dallimi mes hamdit dhe shukrit. Edhe kanë dhënë mendime ndryshme se cila është më e lartë dhe më e vlefshme. Thot Ibn al-Qayyim, në hadith thuhet alhamdu ra'su shukri. Faman lam yahmadillaha lam yashkurhu. Do thotë se hamdi është koka e shukrit, dhe kush nuk i bën hamd Allahut, ai nuk i ka bën as shukr atij. Mirë, por ky hadith është i dobët. Ka inqita. Si që thot Ibn Qayyim rahimahullah, dallimi mes tyre është se shukri, do të thënë falënderimi, është më i përgjithshëm, më i gjerë në aspekt të shkaqeve, edhe më i ngushtë në aspekt të asaj se me çka lidhet. Kurse hamdi është e kundërt, do të thënë hamdi është më i gjerë në aspekt të atyre se me çka lidhet, do të thënë për çka bëhet, edhe më i ngushtë ose më i veçantë në aspekt të shkaqeve. Çka do thotë kjo? Do të thënë se shukri ose falënderimi bëhet me zemër, do të thënë duke ju nënstruar dhe për ul Allahut. Bëhet me gojë, duke e lavdëruar, do të thënë Allahun, edhe duke falënderuar me fjalë, dhe duke i njoft, do të thënë se të mirat vijnë, duke ja përshkruajtur ato të mira Allahut. Ajo është falënderim. Edhe bëhet me gjymtyr, do të thënë duke ju bind edhe duke ju nënstruar Allahut. Kurse me çka lidhet hamdi, shukri, më falni, do të thënë për çka bëhet, pra këtë, mëse bëhet shukri, janë të trija këto, zemra, goja dhe gjymtyrët. Përse bëhet, për çka bëhet, do të thënë, bëhet për të mirat që jep Allahu, dhe nuk bëhet për cilësitë që i ka Allahu. Do të thënë, ne themi e falenderojmë Allahun për këtë mirë që na i ka dhënë. Po nuk thuhet e falenderojmë Allahun pse ai është i madhrishëm, ose e falenderojmë Allahun që ka mëshirë kështu me radhë. Për cilësitë që lidhen me Allah, ose e falenderojmë Allahun për shikimin e ndëgjimin e tij kështu me radhë. Kurse për këto thuhet lavdi, hamd. Do të thënë i bëhet hamd Allahut sepse ai është i madhrishëm, i lartësuari, është që she dhe di gjithçka, edhe gjithashtu i bëhet hamd edhe për të mirat që ja jep robërve të tij, për drejtsinë që e zbaton kështu me radhë. Do thotë çdo gjë me të cilën thuhet, çdo gjë me të cilën do të thënë thuhet hamdi, si e thotë Ibn Qayyim rahimahullah këtu, çdo gjë me të cilën lidhet shukri, lidhet edhe hamdi me ta. Do thotë çdo gjë për të cilën bëhet shukr, bëhet edhe hamd. Do të thënë për çdo të mirë që e jep Allahu, për të cilën e falenderojmë, gjithashtu edhe e lavdrojmë për atë. Kurse e kundërta nuk është. Do të thënë çdo gjë për të cilën bëhet hamd, nuk bëhet shukr. Çdo gjë me të cilën bëhet hamd, bëhet edhe shukr me ta. Do të thënë
me zemër edhe me gojë bëhet hamdi, kurse me gjymtyr nuk i thuhet asaj hamd, po i thuhet shukr. Pra, kjo është fillimi që ka thënë autori rahimahullah, do të thotë lavdia i takon Allahut, pra hamdi i takon Allahut, i cili na udhëzoi në Islam, na bëri pjesëtar të umetit më të mirë dhe për shkak të kësaj pra e lutim Allahun që të na jap edhe më tej sukses për atë që e do Allahu dhe që është i kënaqur me ta dhe të na mbrojë nga ajo që nuk e do dhe hidhrohet me ta. Pastaj vazhdon autori rahimahullah dhe thotë: "I'lamu anna al-islam huwa as-sunnah, wa as-sunnah hiya al-islam." Më thënë dijeni se Islami është sunneti dhe sunneti është Islami. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Dhe nuk mund të qëndrojë njëri prej atyre dyve pa tjetrin. Do të thonë, këtu autori rahimahullah, si thot Sheikh Rabia, hafidhahullah, do thotë këtu e sqaron pozitën edhe rëndësinë e sunnetit, sepse edhe thotë se suneti është Islami. Çka do thotë? Kuptohet se Islami është, e kemi sqaruar në mësime tjera, Islami ka kuptim të përgjithshëm, fjala Islam ka kuptim të përgjithshëm edhe kuptim të veçantë. Kuptimi i përgjithshëm është feja në të cilën kanë thirrë të gjithë pejgamberët, nga Ademi alayhi salatu wasalam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo është feja e vetme që e pranon Allahu, siç ka thënë Allahu inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, pra feja e vetme e pranuar te Allahu është Islami. Dhe ka thënë: "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin." Do të thënë, kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, nuk pranohet prej tij, edhe në ahiret do të jetë i dëshpëruar ose i shkatëruar. Kuptimi i veçantë, në realitet do të thonë këta ajete janë për kuptimin e veçantë të fjalës Islam, se e ka kuptimin feja edhe shariati të cilin Allahu ja ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pas ardhjes së tij ose pas dërgimit të tij, do të thonë Allahu nuk pranon fe tjetër prej askujt përveç se këtë fe. Edhe atë fe që e ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar me fjalët edhe veprat e tij, që përndryshe është sunneti. Do të thonë sunne, do të thotë rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, menhexhi, do të thonë metodologjia e tij, akhlaku i tij, morali i tij, e kështu me radhë. Do të thonë çdo gjë që vjen prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kush nuk e merr edhe nuk e zbaton atë që ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë nuk e ka marr fen islamet të cilën Allahu ja ka dërguar atij. Ai nuk e ka marr dhe nuk e ka zbatuar fen islame, por ka shpik diçka tjetër, do të thonë se është bidatxhi, shpikës i devijuar. Në shumë raste të mohimit, do të thonë të kundërshtimit të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo vepër me të cilën e kundërshton dikush sunetin mund të jetë edhe kufër, edhe kundërshtuesi i sunetit, në shumë raste mund të jetë kafir ose të jetë munafik. Allahu na ruaj prej të gjitha këtyre. Pastaj thot autori rahimahullah: "Wa min as-sunnah luzumul jamaa." Do të thonë pjesa e sunetit është kapja për xhamatin. Faman raghiba ghayra al-jamaa wa faraqaha faqad khala'a riqat al-islam min 'unuqihi wa kana dallan mudilla. Do të thonë kush nuk e do xhamatin, edhe ndahet prej xhamatit, largohet prej xhamatit, ai e ka largu prej vete mbrojtjen e Islamit, do të thonë e ka largu prej qafës së tij ribqat al-islam, do të thonë mbrojtjen e Islamit ose hallkën e Islamit, edhe ai është i devijuar dhe devijues. Do të thonë suneti, pra kjo
kur themi se suneti është islami, edhe islami është suneti, suneti është shumë i përgjithshëm, i përfshin besimet, e përfshin menhexhin, do të thënë metodologjinë e veprimit, edhe i përfshin veprat. Edhe një prej atyne çështjeve të cilat i përfshin suneti, pasi njeriu të kapet për akiden, besimin, do të thënë që vjen prej sunetit, menhexhin edhe veprat e sunetit. Gjithashtu, një prej atyne pjesëve të sunetit është edhe mbajtja ose mosndarja nga xhamati. E kush ndahet prej xhamatit, edhe nëse i ka ato tjera, do të thënë nëse e ka akiden e sunetit, e ka menhexhin e sunetit në përgjithësi, edhe veprat e sunetit, por ndahet prej xhamatit, atëherë nuk quhet, do thot, pasuesi sunetit. Kurse xhamat çka do të thot? Xhamat do të thot ata që janë pasuesit e të vërtetës. Do të thënë ata që e pasojnë të vërtetën në akiden, menhexh dhe në vepra, dhe janë të bashkuar rreth të vërtetës. Ai që ndahet prej këtyre, do të thënë ka bërë një vepër shumë të rrezikshme, edhe bidat të madh. Ai hi në atë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë femen raqiba an sunnati falaysa minni, do të thënë kush largohet prej sunetit tim nuk është i imi. Edhe mjafton, do të thënë për njeriu që të jetë në pozitë të keqe, mjafton për ta që t'i thuhet se është në pozitë shumë të keqe dhe shumë të pavolitshme. Aleikum selam. Nëse dihet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam distancohet prej tij. Edhe nëse e dim se Allahu e ka distancu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej atyre që bëjnë bidate edhe ndahen prej të vërtetës. Ka thënë innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Do thot Allahu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ata të cilët e përçajnë fen edhe bëhen grupe, ti nuk ke lidhje me ta. Do të thënë Allahu e distancon edhe e pastron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej atyre njerëzve të cilët bëhen grupe që ndahen prej të vërtetës. Edhe thot inma amruhum ila Allah. Do të thonë çështja atyre i takon Allahut, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Do thot pastaj Allahu i lajmëron ata se çfarë vepra kanë bërë. Do të thonë siç tham Allahu e distancon pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam prej atyre që e përçajnë umetin dhe e përçajnë fen. Se bashkimi i umetit në hak, në të vërtetën që e ka zbrit Allahu, është ajo, do të thonë, shkaku më i madh që e mban fen, do të thonë, të ngavënjej. Edhe këtu gjithashtu ai njeri që ndahet prej xhamatit, edhe ndahet prej prisit, do të thënë këtë rast, hi në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë men ra'a min amirihi shay'an yakrah falyasbir. Do të thënë kush se diçka prej prisit të tij, ndonjë gjë, do të thënë që ai e urren, do thotë që është diçka në kundërshtim me drejtsinë, në kundërshtim me të vërtetën, kush se diçka te prisi i tij, diçka të cilën e urren, le të ketë durim, le të bëj durim, le të bëj sabër. Fa innahu man faraqa al-jama'a shibran famata famitatun jahiliya. Do thotë se kush largohet prej xhamatit një pllumb edhe vdes, atëherë vdekja e tij është vdekje e xahilietit, do të thënë kohës para islamit. E këto që ka thënë këtu autori rahimahullah, se kush largohet prej xhamatit edhe ndahet prej tij, ai e ka larguar mbrojtjen e islamit prej qafës së tij, edhe është i devijuar. Do të thënë kjo është pjesë e një hadithi të gjatë gjithashtu, që transmeton El Harith El Ashari prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në atë hadith mes tjerash thuhet wa ana amurukum bi khams. Do të thënë unë ju urdhroj për 5 gjëra, ose ju urdhroj me 5 urdhra. Allahu amarani bihin
domethënë Allahu më ka urdhëruar me këto pesë: as-sam' wat-ta'a wal-jihad wal-hijra wal-jama'a. Domethënë të dëgjoni, të bindeni, të luftoni, domethënë bashkë me imamin, të bëni hijra edhe të mbaheni xhamatit. Fa innahu man faraqa al-jama'a qayda shibrin faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi illa an yarji, sepse thot kush ndahet prej xhamatit një pllumb, ai e ka largu, do të thotë, mbrojtjen e islamit prej qafës së tij, përveç nëse kthehet. Kjo do të thonë tregon për rrezikun e madh do të thonë rrezikun e madh që e sjell përçarja, edhe largimi prej xhamatit. Kjo është një çështje e fliqur, do të thonë, të cilën e bajnë bidatxhit, pasuesit e epsheve. Prandaj muslimani është i obliguar ta bëjë atë që e thot ky hadith dhe hadithe tjera, do të thonë ti përmbahet xhamatit, kurse xhamati, çka është xhamati? Është e vërteta dhe pasuesit e të vërtetës. Pastaj thot autori rahimahullah: wal asasu alladhi tubna alayhi al-jama'a wa hum ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, pra, siç thot në fillim, prej sunetit është të kapet njeriu pas xhamatit, muslimani, edhe pas bazës mbi të cilën ndërtohet xhamati, këtu thot. Wal asasi alladhi tubna alayhi al-jama'a. Do të thonë edhe të kapet në pas bazës mbi të cilën pra ndërtohet xhamati. Edhe kush janë xhamati? Thot wa hum ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in. Do thonë ata janë sahabët ose shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i mëshiroft të gjithë. Wa hum ahlus sunna wal jamaa. Do thonë ata janë ahlus sunna wal jamaa, sahabët. Ata janë pasuesit e sunetit dhe ata janë xhamati. Faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wa ibtada. Edhe kush nuk merr prej tyre, kush nuk e merr fen prej tyre, prej sahabëve, ai ka deviju dhe ka bën bidate, ka shpik bidate. Wa kullu bid'atin dalala wa ad-dalalatu wa ahluha fi an-nar. Edhe çdo shpikje në fe është pra çdo bidat është devijim, edhe çdo devijim dhe pasuesit e tij janë në xhehenem. Mirë, këtu thot pra ti përmbahen bazës mbi të cilën ndërtohet xhamati. Folëm, do të thonë, se patjetër duhet mi u përmbajt xhamatit. E çka është baza mbi të cilën ndërtohet xhamati? Baza ose themeli i xhamatit është libri i Allahut edhe suneti i të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit më të mirë që janë mbajt pas udhëzimeve të librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Ata, do të thonë, në çdo gjë, në çdo mësi, në akide, në ibadet, në xhihad, urdhrim për të mira, ndalim prej të këqijave, edhe në çdo çështje të dunjas dhe të fesë janë përmbajt Kuranit dhe Sunetit. Prandaj Allahu i ka lëvdu në Kuran, edhe i ka pastru, do të thënë ka tregu se janë të besueshëm dhe janë të drejtë, janë të pastër e kështu me radhë. Dhe ka tregu Allahu në Kuran se ai është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun, si në dunja ashtu do të jenë të kënaqur edhe kur ta fitojnë shpërblimin e Allahut. Edhe ata janë umeti më i mirë, populli më i mirë, edhe janë më i miri i këtij, do të thënë pjesa më e mirë e këtij umetit, të cilët kanë urdhëruar për të mira, edhe e mira më e madhe është tauhidi, edhe kanë ndaluar prej të këqijave, e më e madhja prej të cilave është shirku. Prandaj, do të thënë, pse kanë pas pozitë lartë, Allahu i ka lëvdu edhe ka thënë në librin e tij: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Do të thënë, kush e kundërshton pejgamberin pasi i është qartësu udhëzimi
dhe ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarve, do të thotë sahabeve, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, do të thonë e lam si thosh në përgjithësitë vetvetes, edhe e lam në mbrojtje të asaj që ai vetë ka zgjedh, edhe më në fund e hedhim në xhehenem, wasa'at masira, e sa vendi keq është ai. Do thotë sahabët radhiyallahu anhum kanë qenë në rrugë të drejtë, kanë qenë të kapur pas librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato, siç ka thënë këtu autori, ata janë ahlus sunne wal jamaa. Do të thonë sahabët janë pasuesit e sunetit, edhe sahabët janë xhamati. Prandaj secili kur do ta quajë veten xhamaa edhe ahlus sunne, duhet patjetër të jetë pasues i atyre sahabeve që janë, do të thonë, të parët e ahlus sunnetit edhe xhamati i parë të cilin e ka lëvdu Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe. Do të thonë kush nuk e ndjek rrugën e këtyre besimtarve në akide, në ibadet dhe në çdo çështje tjetër të fesë, ai e ka kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ka ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarve, që janë, do të thonë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush bën kështu, do të thonë, e kundërshton pejgamberin pasi është qartësu udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër nga rruga e sahabëve, atë Allahu e le të mbështetur në vetveten e tij, edhe në batilin që e ka zgjedhur, edhe më në fund e ka përfundimin në xhehenem, edhe ajo është shumë vend i keq. Prandaj muslimani e ka obligim ta di pozitën e sahabeve, ta di vlerën e tyre, edhe pozitën që e kanë te Allahu subhanahu wa taala, që e kanë pas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ta ndjek rrugën e tyre. Se Allahu sahabët i ka bërë si peshore për hakun. Do të thënë siç thuhet në këtë ajet, do të thënë Allahu thot në këtë ajet se ai që nuk e ndjek rrugën e tyre, do të thënë se është në devijim. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe, sigur për shembull në atë që ka thënë fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira, do të thënë kush do të ketë jetë prej jush pas meje, do të shohë shumë kundërshtime. Edhe ka thënë, pra do ta shohë këtë smundje që do të ketë shumë kundërshtime mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe cili është shpëtimi edhe shërimi, ilaçi, ka thënë fa aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, thot ju ndiqeni sunetin tim edhe sunetin e halifëve të drejtë dhe të udhëzuar, tamassaku biha, do të thënë kapuni fort për të, wa addu alaiha bin nawajid, edhe mbajeni me dhëmball, wa iyyakum wa muhdathatil umur, edhe keni kujdes dhe ruhuni prej gjërave të shpikura në fe, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, se çdo shpikje në fe është bidat dhe çdo bidat është devijim. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ila 71 firqa, do të thënë jehudit çifutët janë ndarë në 71 grup, wa iftaraqatin nasara ila 72 firqa, edhe të krishterët janë ndarë në 72 grupe, wa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa, edhe ky ummet do të ndahet në 73 grupe, kulluha fi an-nari illa wahida, që të gjitha prej tyre do të jenë në xhehenem përveç njënit. Kanë thënë sahabët, men hiya ya Rasulullah, do të thënë kush është ky grup o i dërguari i Allahut, dhe përgjigjja është ma ana alayhi wa ashabi. Do të thënë ata që ndjekin këtë rrugë që unë kam dhe sahabët e mi. Pra këto janë argumente se sahabët do thot janë peshore ose do të thënë shenjë për atë se çka është hak edhe çka është batil. Edhe për atë se kush i ndjek sahabët është në hak, edhe kush i kundërshton rrugën e tyre është në batil. Grupi më i keq për këtyne
që e kanë kundërshtuar rrugën e sahabeve janë rafidit, domethënë të cilët edhe i kanë bërë tekfir, i kanë shpall kafira, domethënë shumicën e sahabeve përveç një numri të vogël, edhe xhavarixhët, të cilët gjithashtu i kanë kundërshtuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në akide dhe në menhej, duke qenë në mesin e tyre. Do thotë tham xhavarix, ata rafidit i kanë shpall kafira sahabët në përgjithësi përveç një numri të vogël, po gjithashtu edhe xhavarixhët një numër të madh të sahabeve i kanë bërë tekfir dhe i kanë luftuar kështu me radhë. Do thot autori thot se wa hum ahlus sunna wal jamaa. Do të thonë sahabët janë pasuesit e sunetit dhe xhamati. Edhe kush nuk e merr fen prej tyre, ai ka deviju dhe ka bërë bidat, edhe çdo bidat është devijim dhe çdo devijim dhe pasuesit e atij janë në xhehenem. Do të thonë sahabët, siç tham, ata janë pasuesit e vërtet dhe pasuesit e parë të sunetit, dhe ata janë që më së miri e kanë praktikuar dhe më së miri e kanë kuptuar sunetin. Edhe ata janë themeli dhe baza e ehli sunetit pas tyre. Edhe ata janë, domethënë, shembulltyra e atyre që ecin rrugës së tyre, edhe e kanë menhexhin e tyre në akide, në ibadet, në moral, në sjellje kështu me radhë. Atëherë, domethënë, kush e ka këtë rrugë, ai është prej ehli sunne edhe xhamaa, e kush e kundërshton, ai është prej ehlul bid'i wad dalal wal furqa, domethënë, ai është pasuesi bidateve, devijimit dhe përçarjes. Devijimet, bidatet, përçarjet e kanë vendin në xhehenem, gjithashtu edhe pasuesit e tyre. Këtu, nëse e vërejtët, ka thonë autori rahimahullah, kur i përmend sahabët, thotë rahimahumullahu ajma'in, do të thonë Allahu i mëshiroft të gjithë. S'ka dyshim se të gjitha duat e mira për sahabët janë të pranuara. Mirë pa ajo që është bëhe njohur të ehli sunna wal jamaa, është se salavat edhe salam dërgohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe për pejgamber të tjerë. Kurse për sahabët, qofshin prej familjes së tij ose të tjerë, për ato kërkohet prej Allahut ridwan, do të thonë që Allahu të jetë i kënaqur me ta. Prandaj thuhet radhiyallahu anhu për një sahabi, ose për të gjithë radhiyallahu anhum. Kurse mëshira, do të thonë rahimahullah, do të thotë Allahu e mëshiroft, kjo kërkohet për tabiinët edhe të gjithë të tjerët më pas. Pastaj thot autori rahimahullah, wa qala Umar ibn al-Khattab rahimahullah, ka thënë: la udhra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda, wala fi huda tarakahu hasibahu dalala. Do të thënë nuk ka arsye, nuk ka justifikim asnjë njeri që e ka pasu devijimin duke menduar se është udhëzim, ose që ka lënë një udhëzim duke menduar se ai është devijim. Faqad buyyinat al-umur wa thabatat al-hujja wa inqata'a al-'udhru. Do thotë sepse çështjet janë sqaruar, argumentet janë sjell, edhe justifikimi është kput, do të thënë nuk ka më justifikim. Edhe thot Berbehari rahimahullah, wa dhalika anna as-sunnata wal jamaa qad ahkama amra ad-din kulli. Do të thënë sepse suneti dhe xhamati e kanë qartësuar edhe e kanë përkryt, do të thënë çështjen e fesë. Wa tabayyana lin-nas, edhe kjo është sqaruar njerëzve, fa'ala an-nas li-ittiba', prandaj njerëzit e kanë obligim të pasojnë. Këtë ether që transmeton nga Omeri radhiyallahu anhu, kanë transmetuar disa autorë të librave të hadithit, por të gjitha ata e transmetojnë nga Auza'i rahimahullah, direkt prej Omerit radhiyallahu anhu, që do thotë se ka shkëputje të madhe në zinxhir. Prandaj
senedi i këtij transmetimi të fjalës Omerit radhiyallahu anhu është sened që quhet munqati në shkencën e hadithit, që do të thotë se është prej llojeve të hadithit të dobët me dobësi të madhe, ose transmetimi të dobët, do të thonë se s'bëhet fjalë për hadith, por bëhet fjalë për ather nga Omeri radhiyallahu anhu. Sidoqoftë, do të thonë ky ather nuk është i saktë se e ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, siç tham se ka shkëputje të madhe në sened. Po edhe nëse nëse kishte qenë i saktë, do thotë kur thotë se nuk ka arsye për një njeri që e pason devimin duke menduar se është udhëzim e kështu me radhë, ajo mund të kuptohet se ka për qëllim atë njeri që e refuzon të vërtetën, do të thënë që i vjen e vërteta edhe e let vërtetën dhe e pason dalaletin ose devimin, edhe pse pra i sqarohet, siç ka thënë Allahu min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, do të thënë pasi është sqaruar udhëzimi. Kurse një njeri që e do të vërtetën edhe e kërkon të vërtetën, mirë po gjatë atij kërkimi bie në dalalet, atëherë nëse është prej dietarëve që quhen mujtahidin, edhe është mundu me të gjitha mundësitë e veta për të arritë te vërteta, por nuk e ka qëllu të vërtetën, atëherë për atë vlen hadithi i njohur ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi rahimahumullah, thot idha hakama al-hakimu fajtahad thumma asaba falahu ajran, do të thënë nëse gjykon diçka dietari dhe mundohet, do të thënë për ta qëlluar të vërtetën dhe e qëllon, atëherë ka dy shpërblime. Wa idha hakama fajtahad thumma akhta'a falahu ajr, do të thotë nëse mundohet, përpiqet dhe gjykon diçka e pastaj gabon, atëherë e ka një shpërblim. Do të thonë e ka një shpërblim për mundin edhe për pjekjen, edhe qëllimin gjithashtu që ta gjejë të vërtetën, kurse ajo që ka gabu, do të thonë është i arsyetuar te Allahu. Edhe prandaj Allahu subhanahu wa taala i ka mësuar robrit e tij një lutje që të thonë Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Do të thonë Zoti jon mos na llogarit nëse ne harrojmë ose gabojmë. Edhe është thënë në hadith se ka thënë Allahu për ata që e thonë këtë dua, thot Allahu kad fa'altu. Do të thonë ashtu e bëj. Pra nuk ju llogariti nëse gaboni ose harroni. Por nëse është ignorant njeriu, do të thonë kjo e kuptuam nëse dietari me përpjekjen e tij bie në devijim, duke e kërkuar të vërtetën, pra nëse e qëllon të vërtetën ka dy shpërblime, nëse bie në gabim ose në devijim, ka një shpërblim. Por nëse është ignorant dhe do të vërtetën dhe e kërkon, por nuk gjen, do të thonë dikan që t'i mësoj të vërtetën, atëherë ai si për shembull dhe një njeri që sapo ka hyrë në Islam, ose dhe një njeri që jeton në vende të largëta prej diturisë, atëherë ai njeri gjithashtu është i arsyetuar te Allahu për shkak të ignorancës së tij, siç kanë sqaruar dietarët. Do të thonë edhe një prej argumenteve është ky ajet që thotë wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, do thotë kush e kundërshton pejgamberin pasi ti bëhet i qartë udhëzimi. E ky ignorant që e përmendëm me këto cilësi, do thotë nuk e ka nuk përshtatet cilësia e tij me atë që përshkruan ajeti. Por edhe kjo fjalë, do të thonë nëse është e Omerit radhiyallahu anhu, nëse ishte e vërtetu, gjithashtu nuk vlen për të kjo fjalë, sepse atij nuk i është sqaruar suneti edhe Islami. Sidoqoftë këtu autori rahimahullah do të tregoj se në sunet, do të thonë mësimi i sunetit është i mjaftueshëm. Nuk ka nevojë
për diçka tjetër. Edhe ai njeri që mëson sunetin e sheh se suneti e ka sqaruar fen në tërësi, edhe nuk ka mbet diçka e pakuptueshme, prandaj aty është udhëzimi i plot. E kush e lë sunetin, domethënë duke kërkuar tjetër kund udhëzim, ai patjetër se do të devijojë. Kemi arrit deri te çështja e 5 që e përmend autori rahimahullah. Edhe kjo nuk është çështje shumë e gjatë, po e mbarojmë edhe këtë inshallah. Thot rahimahullah: "Wa'lam rahimakallah anna ad-dina inma ja'a min qibali Allah tabaraka wa ta'ala." Do thot dije, Allahu të mëshiroft, se feja ka ardhur prej Allahut. Lam yuda ala uquli ar-rijali wa ara'ihim, do të thon nuk ka ardhur feja prej mendjeve të njerëzve ose prej mendimeve të njerëzve. Dituria për fen është te Allahu dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mos ndiq asgjë me epshet e tua, sepse kështu del prej feje dhe del prej islami. Atëherë se për këtë nuk ke argument. Thot Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka sqaruar umetit të tij sunetin e vet, dhe ja ka bërë të qartë sahabeve të tij, dhe ata janë xhamati, edhe ata janë grupi më i madh. Se grupi më i madh është e vërteta dhe pasuesit e të vërtetës. E kush i kundërshton sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ndonjë çështje të fesë, ai ka bërë kufër. Thot, do të thënë këtu autori rahimahullah e paralajmëron me paralajmërim tash për kundër pasimit të epsheve, edhe nxit për pasimin e shpalljes që e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, si dhe do të thënë për dorëzim të plotë dhe për ulje të plotë ndaj asaj të cilën e ka prunë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse vetëm kjo është feja e vërtet dhe Allahu nuk pranon fe tjetër përveç kësaj. Edhe Allahu nuk e ka shpall këtë fe që t'jetë në pajtim me epshet, me andjet, me dëshirat edhe me pëlqimet e njerëzve. Si ka thënë Allahu: "Yuridu Allahu li yubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum." Do të thënë Allahu do që t'ju sqaroj ju, edhe t'ju udhëzoj në rrugët e, do të thënë t'ju udhëzoj për traditat edhe veprat e atyre që ishin para jush. Wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim, edhe Allahu do që t'ja u pranoj teuben, do të thënë t'ja u fal mëkatet ju, dhe Allahu është i gjithdijshëm dhe është i urtë. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Do të thënë Allahu do që t'ja u fal mëkatet, kurse ata të cilët i ndjekin epshet duan që ju të devijoni me devijim të madh. Do të thënë kjo është pse Allahu e ka zbrit fen, edhe tregon se ajo nuk është në pajtim me ata që i ndjekin epshet e veta. Po ata që i ndjekin epshet duan devijim, kurse Allahu me shariatin e tij do udhëzim për ju. Edhe kuptohet se në fe ka çështje që janë ghaib, që nuk mund të arrihen me mend, po vetëm arrihen me mësim prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej fesë, do të thënë, ka çështje që janë shariat, do të thënë ligje. Edhe ato disa prej atyre ligjeve, do thotë dietarët i din urtësitë dhe shkaqet e tyre, kurse disa ligje, do të thënë, nuk ju dihen urtësitë dhe shkaqet. Prandaj njeriu që e pason udhëzimin e Allahut i pranon të gjitha, edhe u nënshtrohet të gjithave pa kundërshtuar ndonjë pjesë prej tyre, do të thënë pa kundërshtuar asgjë prej tyre. Kurse njerëzit e epsheve dhe devijimeve, ata duan polemika, duan filozofi, i japin përparësi mendjes së tyre përpara teksteve, do të thënë që i ka zbrit Allahu, edhe përpara fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të ka në realitet për këtyne sekteve të devijuara i japin përparësi mendjes, edhe thonë se atë që e sjell logjika, ajo është bindje e plot, kurse ata që e sjellin tekstet e Kuranit e Sunetit janë
dituri, do të thënë jo e sigurt, nuk është bindje, ajo që vjen në Kur'an e Sunet, kurse ajo që jep logjika është bindje. Prandaj thon se çdo gjë prej ajeteve dhe haditheve që është në pajtim me logjikën, ajo është e pranuar, kurse ajo që është në kundërshtim nuk pranohet. Mirë po, e dim se njerëzit kanë logjika të ndryshme dhe mentalitetet të ndryshme. Prandaj ata, do të thënë që e kanë këtë bazë të fesë së tyre, janë përça në qindra e mira sekte, duke i dhënë përparësi logjikës përpara teksteve të shariatit. Pra logjikën e kujt ta marrim për gjykues, që ta marrim fen prej tij, kjo nuk ka argument dhe nuk ka bazë. Kurse haku dhe e vërteta është ajo që ka ardhur prej Allahut të lartësuar. Dhe ajo është baza. Edhe çdo logjik e kujdo qoftë për njerëzve, nëse pajtohet me ajetin edhe hadithin, atëherë ajo është logjike saktë dhe e pranuar. E nëse e kundërshton ajetin edhe hadithin, do të thonë se mangësia është te logjika. Prandaj ka thënë autori rahimahullah këtu, pra mos ndiq asgjë me ëndjet e tua, me epshet e tua, sepse kështu del prej fesë edhe prej islamit, se për këta nuk ke argument. Do të thënë, pasimi i epsheve do njëherë çon deri në kufër, nëse njeriu e kundërshton Kur'anin e Sunetin, do të thënë me inat, do të thënë duke e ditë se atë ka zbrit Allahu dhe prapse e kundërshton dhe nuk e pranon, ajo është kufër. Ose nëse mendon, thotë se është halal, në thotë lejohet me pas mendim tjetër, nuk është patjetër me pasu këtë e kështu me radhë, kjo gjithashtu është kufër. Ose mund të jetë devijim, nëse njeriu i respekton tekstet e Kuranit dhe Sunetit, edhe bie në kundërshtime diçka dhe nuk thotë se është e lejuar që ta kundërshtoj Kuranin e Sunetit, mirë po, për shkak të epshit të tij edhe ëndjeve, do të thënë bie në disa kundërshtime, atëherë kjo nuk është kufër, po është mëkat. Prandaj ka thonë, kurse të dy palët, edhe grupi i parë dhe i dyti, nuk kanë argument për këta, do të thënë nuk ju lejohet. Prandaj ka thënë autori, fe innehu la hujjete lek, do të thënë s'ke argument që të pasosh diçka me epshin tënd. Edhe mund të dalësh prej Islami, po edhe nëse nuk del prej Islami, do të thënë nuk ke argument për atë që e bën përpara Allahut subhanahu wa taala, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka sqaruar umetit të tij sunetin dhe ja ka qartësuar sahabeve. Kjo është, do të thënë, fjala pse ka thënë nuk ke argument. Ka thënë Allahu i lartësuar për atë që ndjek epshin e tij, thotë wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, do të thënë kush është më i devijuar se ai që ndjek ëndjet e tij pa udhëzim prej Allahut. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, do të thënë Allahu nuk e udhëzon popullin mizor, të padrejt. Gjithashtu ka thënë wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, do të thënë mos e ndiq epshin, sepse të largon edhe të devijon prej rrugës Allahut. Innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab, do thotë se ata të cilët devijojnë prej rrugës Allahut, atyre u takon dënim i ashpër, sepse e harruan ditën e gjykimit. Pastaj autori ka thënë, pra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka sqaruar sahabeve sunetin, e thotë wa humul jamaa, ata janë xhamati, wa humus sawadul a'zam, edhe ata janë grupi më i madh. Se thotë grupi më i madh është haku dhe pasuesit e hakut. Do thotë sahabët janë xhamati. Kush e kundërshton xhamatin të sahabeve, ai ka ra në devijim dhe xahiliet, sepse kanë ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarëve, dhe Allahu i është kërcënuar atyre.
Pastaj duhet dihet se pasuesit e hakut, siç ka thënë autori rahimahullah, ata janë grupi më i madh në secilën kohë dhe në secilin vend, edhe nëse janë me numër më pak. Pra në Islam nuk merret në konsiderat numri ose shumica. Se ka thënë Allahu, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, do të thënë nëse i ndjek shumicën e atyre që janë në tokë, do të devijojnë nga rruga e Allahut. In yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun, do të thënë ata ndjekin vetëm hamendjet e veta dhe ata vetëm gënjejnë, do të thënë shumica e njerëzve. Edhe ka thënë Allahu, wa ma aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin, do të thënë shumica e njerëzve, edhe nëse përpiqesh, edhe kujdesesh për ta, nuk janë besimtar. Pra shumica nuk janë besimtar. Do thotë shumica nuk e ka përmend Allahu për lëvdat, edhe nuk e ka bë peshore për hakun, nuk e ka bë shumicën. Do të thënë ata që ndjekin shumica, ajo është hak e siç thon grupet e devijuara, se ata gjithmonë argumentojnë me numër, edhe me shumicë të pasuesve ose shumicë të grupit të tyre kështu me radhë. Peshorja e vërtet në Islam është Kurani dhe Suneti dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Islam, se ka thënë bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Do të thënë Islami ka filluar me pak, me pakic, edhe do të kthehet me pakic siç ka filluar dhe lum për atë pakicën. Sidoqoftë nëse ndonjëherë shtohet numri i pasuesve të hakut dhe bëhet shumicë në ndonjë vend ose ndonjë kohë, atëherë kjo është ajo që kërkohet. Edhe do të thënë ne gëzohemi nëse ndodh ashtu. Mirë po, ajo që është me rëndësi të dihet se edhe kur pasuesit e hakut janë shumicë, edhe kur janë pakicë, pra asnjëherë nuk argumentohen me numër, por argumentet janë ato që kanë ardhur prej Allahut, do të thënë Kur'an dhe në Sunet, dhe sipas kuptimit të sahabeve. Pasuesit e kësaj rruge, ata janë ajo që quhet as-sawadul a'zam, do të thënë grupi më i madh, se i thuhet arabisht sawad, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në ditën e gjykimit, pra ummeti i tij është numri më i madh. Edhe do të shoh një grup që shpreh me fjalën sawad. Arabisht sawad është prej ngjyrës të zezë, aswad, që do të thënë kur bëhet numër i madh i njerëzve, edhe në shqip themi abazi me njerëz. Do të thënë kur ka shumë. E kjo e zeza e madhe, do të thënë grupi shumë i madh i njerëzve janë pasuesit e hakut në secilën kohë. Ai është grupi më i madh që secili duhet të bashkangjitet, pa marrë parasysh sa janë me numër. Pastaj më në fund ka thënë autori, kush i kundërshton sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ndonjë çështje prej fesë, ai ka bë kufër. Domethënë edhe me këtë paralajmëron me paralajmërim të ashpër kundër kundërshtimit ndaj sahabeve dhe kuptohet se ai që e ka për qëllim edhe me këmbgulje kundërshton rrugën e sahabeve edhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai do thotë mund të jetë në kufër të madh. Mirë po, këtu si duket autori e ka për qëllim kufrin e vogël, sepse kufri është dy lloje, kufri i madh dhe kufri i vogël. Kufri i madh që e nxjerr njeriu prej Islamit, ajo është nëse kundërshtohet diçka e ditur prej fesë në mënyrë, domethënë të domosdoshme, siç është sharja e Allahut, sharja e fesë së Allahut ose pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata janë kufër i madh. Edhe tekfiri i sahabeve gjithashtu është kufër i madh, padyshim. Kurse kufri i vogël janë vepra siç është betimi në tjetër kanë përveç Allahut ose syfaqësia e vogël e kështu me radhë, janë kufër i vogël. S'ka dyshim se autori është imam i ehli sunetit dhe ai e di dallimin mes këtyre dy llojeve të kufrit,
Prandaj ka përmend në këtë mënyrë, do të thonë se kush i kundërshton sahabët ka bë kufër, ose kufër të vogël, ose në mënyrë, do të thonë siç kanë bë Khawarijt dhe Rafidit, do të thonë sidomos, që i kanë bë tekfir sahabët, ajo është kufër i madh. Me kaq mjaftohemi për sot, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.